Këto pamje u bën virale ditë më parë kur të punësuarit e parkut kombëtar Malishar u përpoqën të ndalojnë një makineri që bartë te turist, por sipas tyre nuk kishte leje. Po atë ditë rasti u denoncua në polici, ku u tha edhe se një person kishte marrë lëndime. Udhëheqësia e parkut kombëtar Malishar ka denoncuar vepër penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare dhe shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, gjithsesi se disa persona me ratrak kanë tentuar të shtypin punonësin e parkut, me që rast një person, rojtar, është goditur me pajisjen mekanike dhe ka pësuar lëndime. Por sot çështja mori një kthes tjetër, që hap edhe pikë pyetje. Drejtori i parkut kombëtar, institucioni që e denoncoi ngjarjen dhe lëndimin e të punësuarit të saj në krye të detyrës, tha se asnjë i punësuar nuk është lënduar. Shikoni, nuk ka patur lëndime të punonjësve. Gjatë atij aksioni kam qenë edhe unë bashkë me kolegët pjesëmarrës, kështu që nuk kam lejuar që situata të del. Kjo deklaratë erdhi në konferencën për media, ku drejtori Elmazi njoftoi se parku kombëtar ka arritur një marrëveshje me operatorët privat, mes të cilave edhe me atë për të cilën ditë më parë pati denoncim. Kontratat që janë lidhur tani përfaqësojnë një hap të rëndësishëm përpara drejt vendosjes së një bashkëpunimi reciprok dhe konstruktiv ndërmjet parkut kombëtar dhe operatorëve ekonomik, të cilët kanë dhënë kontribut në zhvillimin e turizmit në këtë rajon. Por çfarë ndodhi pas të nënshkrimit të kontratës? Të tre palët pra nënshkruajtëm një deklaratë që pas arritjes së marrëveshjes të dërgojmë një iniciativë te Ministria e Punëve të Brendshme për të ndaluar pra kallëzimet penale në të ardhmen për rastin. Në bazë të kontratës të nënshkruar mes operatorëve privat dhe parkut kombëtar, që një mjet për rrafshimin e borës të dalë në terren, do të duhet që trashësia e borës të jetë minimum 50 cm, ndërsa një operator mund të nxjerrë vetëm 4 makineri një herësh.